Ekonomia do të jetë në qendër të fjalimit mbi gjendjen e vendit që presidenti Obama do të mbajë të martën para dy dhomave të Kongresit. Kandidati republikan për president Newt Gingrich, i cili të shtunën fitoi garën në shtetin e Karolinës së Jugut, vazhdon fushatën me tema populiste, që me sa duket patën efekt tek votuesit dhe ndikuan në ngritjen e tij të papritur. Të paktën 3 veta humbën jetën pas tuhive të fuqishme në Alabama, të cilat shkatruan shtëpi dhe lanë mijëra banor pa energji elektrike. Antarja e Kongresit Amerikan Gabrielle Gifford njoftoi se do t'jap dorëheqjen nga Kongresi, një vit pasi u plagos rënd nga plumbat e një personi që shtiu kundër turmës në shtetin Arizona. Vdiq në moshën 85 vjeçare Joe Paterno, trajneri i suksesshëm i futbollit amerikan, i cili u shkarkua pas një skandali seksual ku ishte përfshirë njëri prej ndihmësve të tij.